Ish kapiteni i Anglisë në futboll David Beckham është shpallur zyrtarisht kalorës për shërbimet e tij ndaj futbollit dhe shoqërisë britanike. 50 vjeçari, i cili u emërua në listën e nderimeve të ditëlindjes së mbretit Charles në fillim të këtij viti, u dekorua me titullin kalorës nga mbreti gjatë një ceremonie në Berkshire të martën, duke pranuar titullin Sir. Zotëri, i lindur në lindjet të Londrës, ai luajti një rol në sigurimin e lojrave olimpike të vitit 2012 për Londrën. Ai ka punuar me organizatën e ndihmës humanitare UNICEF, që nga viti 2005 dhe një fond u emërua në nder të tij në vitin 2015 për të shënuar një partneritet 10 vjeçar midis palëve. Beckham u bë ambasador i fondacionit të mbretit në vitin 2024, duke mbështetur programin arsimor të mbretit Charles dhe përpjekjet për të siguruar që të rinjtë të kenë një kuptim më të mirë të natyrës. Ai është bashkëpronar i skuadrës së Ligës së Dytë Salford City, së bashku me i shokun e skuadrës të United dhe Anglia Gary Neville, si edhe është bashkëpronar i skuadrës MLS Inter Miami. Me titullin Sir, tani më edhe bashkëshortja e tij Victoria Beckham mund të përdor titullin zonjë.